Vlezër dhe motra shqiptar dhe mërgat e ndëruar, që tu ju kisha lut mos më kesh kuptu. E para pik, unë kom qef që ata dalin të pafajshëm dhe të lirë. Për vetëm një arsye, dhe kjo është principi se jam shqiptar dhe aty donë me qenë serbet që kanë masakru, kanë donu, kanë maltretu, komandirat, ushtarët, sërb paramilitarë në Hagë dunë më konë ata, e jo shqiptarët. Për qëtë princip, unë e shpresoj inshallah dalin. Po du me rikthy këto me një çështje politike. Shka u të bo opozita qëto? Në vend që me prit 16 shtatorin, këta për kryojnë një farë përshtypje të paraprakt. Një farë gëzimi paraprakt, në regull, po do të më majtë me 16 se nuk dim, nuk jem profesionalista, nuk jem jurista, nuk jem informacione se a do të dalin ajo. Dhe kjo je teoria këto, që to tashti po del teoria. Këtë pozitivitet që pesjel opozita, në regull, jam dakord. Mos është gabim se në qofë se dëshprohet populli, sidomos ata ndjekësit, për supozoj, hajde po thëmë dëshprohet populli, çka do të ndodhë? Se këta për kryojnë një gëzim para prak, pa në nuk dim çka do të bënë në Haga. Shka thu ti, Zoti mos e boft, që unë jam i pari që pe thom këto. Zoti mos e boft, po shka thu ti pe denon? Shka thu ti i denojnë? Gjithë kjo gëzim, gjithë kjo me qëto ora, sahata, gjithë kjo porije, këto, e ka një farë arsye këta, unë e pifrigoj që këta opozita, janë të i bo që të sene vetëm në qofse, inshallah nuk ndodhë kjo, si në qofse dalë, pesupozoj, në qofse, inshallah jo, edhe ne pra po thomë se nuk kam qef, i shpallin fajtor, që e kryojnë një problem shumë të madh te populli, nashta që e kryojnë një luftë qytetare, një trazire, e kryon një trazir. Dhe kjo s'po më pëlqen hiq tek opozita dhe të ndjekësit të opozitës dhe militantët e opozitës. Si thash, kom respekt ndaj veteranëve që janë vërtet veteran, jo ata veteran në renca, edhe njerë për ju thomë që unë e kom qef edhe inshallah i lirojnë se në vend atynve do në më konë paramilitarë sërb, komandanta që kanë kry masakra dhe dhunime dhe qera senin në Kosovë, ndaj popullit dhe civilit shqiptarë, për këtë arsye. Por unë i thomë opozitës dhe militantëve dhe ndjekës opozitarë, rini qetë, deri me 16, mos i kryoni qëto para qefe, para zignale, se nuk jem profesionalista, nuk dim shka Haga ka plan. Kështu që trim qetë me 16 dhe presme me 16, isha pëndon, dhe shpresojmë që i lëshojnë.